Studimet e mëparshme kanë zbuluar lidhjen mes dietës me përmbajtje të lartë omega-3-shit me përfitime të konsiderueshme shëndetësore, si për shembull, rreziku më i ulët i sëmundjeve të enëve të gjakut dhe të zemrës. Omega-3 gjendet me shumicë në djamrat e peshqive si sardelet. Shumë studime kanë vërtetuar se vaji i peshkut është i dobishëm në shumë aspekte. Konsumimi i tij mund të parandalojë rrezikun nga kanceri i gjirit, të mbrojë nga sëmundjet kardiovaskulare, parandalimin e sëmundjeve mendore dhe shfaqjes së sëmundjes së Alzheimerit, zvogëlimit të stresit, ndihmon në kthimin e vigjilencës tek të moshuarit dhe përmirëson mirëqenien në përgjithësi. Omega-3 është i shëndetshëm tek njeriu në shumë mënyra, si për shëndetin mental ashtu edhe për shëndetin trupor. Këto janë 10 të mira shëndetësore që vaji i peshkut dhuron tek njerëzit. Gratë që konsumuan vaj ulliri pësuan rritje të masës së muskujve me 11%, ndërsa ato që morën vaj peshku pësuan rritje në masën 20%. Një përmirësim ky shumë i rëndësishëm. Ushtrimet fizike jo të rënda, si për shembull konsumimi i rregullt i acideve yndore me prejardhje nga peshqit, mund të ngadalsojë rënien fizike të trupit në pleqëri dhe të mbajë njeriu në formë. Këto janë konkluzionet e testimeve të fundit të kryera me disa gra në moshën 65 vjeç, të cilat morën acide yndyrore omega-3. Konsumatorët përfituan gati 2 herë më shumë fuqi muskulare pas ushtrimeve fizike sesa ata që konsumuan vaj ulliri. Testime më të gjëra janë planifikuar të kryhen për të konfirmuar këto zbulime, si dhe për të identifikuar mekanizmin që përmirëson kushtet muskulore. Zbulimi u prezantua në Festivalin e Shkencës Britanike në Aberdeen. Në studime të ndryshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tregohet se rreth 25% e njerëzve në moshën 50 deri në 70 vjeç vuajnë nga ky fenomen, ndërsa incidenca rritet në mbi 50% për të moshuarit mbi 80 vjeç. Acidet e omega-3 janë përmirësues të fuqisë së trurit për shkak të përmbajtjes DHA, acidi dekasokhi dhe EPA. Acidet e omega-3 janë përmirësues të fuqisë së trurit për shkak se përmbajnë DHA dhe EPA, që të dyja janë vitale për funksionimin e mirë të trupit. Prandaj si rezultat, fuqia mendore rritet, gjë që shpihen në përqendrim më të mirë, rritje të kreativitetit dhe memorie të përmirësuar. I mirë për lëkurë të re dhe vibruese. Vaji i peshkut rigjallëron lëkurën e plakur duke shtuar prodhimin e kolagjenëve dhe elastinëve që dhurojnë freski. Çrregullimet mentale si kundër sëmundje e Alzheimerit, Parkinsonit, çmenduria, skizofrenia dhe sëmundje të tjera në pacient me sklerozë të shumëfisht mund të zhvillohen nëse truri nuk mund të rregullojë luhatjet e gjendjes mentale, sikur emocionet ekstreme dhe depresioni. Zbulimet e fundit tregojnë se vaji i peshkut parandalon këto sëmundje. Acidet yndyrore nga vaji i peshkut parandalojnë mutacionin e qelizave të shëndosha në qeliza kancerogjene.